Ka thënë Enes radiallahu anhu, thotë na kanë të dalë prej xhamis me Muhammedin alayhi salam, e njëri prej njerëzve e ka vetë Muhammedin alayhi salam, i ka thënë ja Rasulullah, kur ka me ndodh kiameti? E Muhammedi alayhi salam ja ka kthy me pyetje, i ka thënë çka ke përgatitur ti për kiametin? Çka ke bogati ti për ta? Ka thënë ja Rasulullah, jo shumë, nuk është që falna shumë, o fal, po jo shumë. Thot as nuk ba shumë sadaka, kë jep zakatin, po jo shumë sadaka. Thot veç një punë kam ja Rasulullah, une e du Allahun azza wa jall, edhe e du Muhammedin alayhi salam. Tani ka thonë Muhammedi alayhi salam të fjalë që është mirë me i majt men gjithmonë njeri. I ka thonë Rasulullah alayhi salam, i ka thonë njeri është me ata që e don në xhennet. Ki me kanë në xhenet me ata që e don. Kanë thonë sahabët, nuk kina gëzu pas islamit me diçka ma shumë se sa me këtë shprehje. Kina me kanë në xhenet me ata që i dojna. Allahu azza wa jall na bashkoft në xhenetet e Allahut azza wa jall me të dashurit tonë.